Përshëndetje nga kuzhina Njerit, sot kam me të përgatit Donatella këtu në Gjermani, pra pjata dënerit të ndryshe që bëhen super të shishme për iftar. Mishin të dy llojet, sikur dënerin e viçit lopës, për ndryshe edhe të pulës, të dy recetat i kom postu si përgatitje dhe lo mishin gjithmonë e freskët. E ku përzi mishin e pulës tash me mishin e lopës ose të viçit, të dyjat i kom kaverdit me vaj, si që përshef një mirë e mirë. Për mas me zgjatë edhe vedëm shumë. Në anën tjetër kom marrë salat edhe qepë të kuqe. E marrëm tash bismillah, vaj rriri, tek salata edhe upull të mbullës. E qesim pak krip edhe përzina ku gjë tjetër. Përgatit në shpirt që ju knoqen, shumë të kanë përgatit recetën e dynerave, sidomos vjetë. Vjetë e kom postu për recetën se pa vjetë për Ramazan, ju në knoqë, sidomos fëmija. Në unën tjetër tash morim ketchup, majonez për sosin edhe i përzina të dyjet. Përzina pra, ketchupin edhe majonez. Tjetër kom marrë pra 4 lugë të gjellës me kos, për ndryshe jogurt. Edhe këtu marrim tash edhe qesim pak majonez. Pak krip, edhe kopër e terur, deri shpecën këtu në Gjermani. I përzina rap qëta. E kemi përzi edhe sosin e bardhë, një sos perfekt. Kush dënë koktel sose kjo është pra, kush dënë sosin me jogurt që bëhet shumë pra ishë të dyja. Ton fritat i kom qitë në tepsi, edhe i kom pjek në furrë temperaturë 230 gradë me pak krip. Tashtim bismillah e marrim pra pjatat edhe e qesim mishin e dynerave, dyve që kom përzi, misht viçit edhe misht pulës pra. Salatën e kom qitë, këto pjatat e vogla. Kështu pra duket edhe iftarit e këne me një shije të mrekullueshme. Ju them gjithmonë kur postoj çdo receta, i futni në friz edhe mandej ju duket sikur m'ja pa përgatit dikush edhe ja, kur të nxjerr prej frizit veç e pren me thik mishin e ka verdis në vaj edhe keni hazën i me, më duket sikur më pa përgatit nëna ime tashti. Kështu që ja vlen ti provoni të dy recetat, si recetën me misht viçit, si recetën me misht pulës, dyjat i kom postu. Peshifni nga pamja, një ajran shkon pra me Donatella, për ndryshe pjatë dëneri, pak fara djegsa edhe neve na befshin mirë. Juve pashtu nëse i provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komente të bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Njerit, ju them miru, po fshim.